Jemi rikthyer sërish në studio, siç u thash pak minuta më parë, përpara se të nisnim këtë pjesë të tretë të emisionit, më është bashkuar në studio Florian Pullazi, kandidat i ri i Partisë Socialiste në listat e qarkut të Tiranës, i cili mbante detyrën e drejtuesit të njësisë bashkiake nr. 2 në kryeqytet. Mirë se erdhe në Radio Televizion Shqiptar. Faleminderit për ftesën. Faleminderit për fshehje. Dhe panelit analistëve që kisha i është bashkuar dhe Ben Andoni, i cili t'ju uroj mirëseardhjen sonte. Faleminderit. Mirë se erdhe në ngjarja kryesore. Zoti Pullazi, duket se kryeministri Edi Rama i siguroi të rinjt nëpër lista, megjithatë ti nuk bën pjesë mbase tek ky lloj sigurimi, sepse të ka vendosur në listë hapur në kryeqytet. Dhe kryeqyteti është më shumë se sa njësia nr. 2 që ti drejton. Si e ndjen sot? Në radhë parë t'ju falenderoj për ftesën, edhe për panelin që jemi sonte këtu. Çështja është që unë jam për herë të parë në listë, por jo si thush, aq i ri në angazhimi politik. Unë kam rreth 6 vite antar i Këshillit Bashkiak, 7 vite drejtues njësie administrative, pra një emrim politik, dhe kam drejtuar edhe njësinë nr. 2 si kryetari i Partisë Socialiste, dhe nuk është, si thua, një risi emrimi në listë, sepse normalisht besoj që pas gjithë këtij angazhimi politik në terren, eksperiencë administrative politike, besoj që erdhi edhe momenti për të përfshirë në listat e Partisë Socialiste. Lista e hapur, lista e mbyllur, patjetër që komoditeti që mund ta kesh në listën e mbyllur është më i madh, por lista e hapur patjetër që është një zgjidhje e kodit zgjedhor, do të thojë, por kam përshtypjen që është një lloj mënyre për të provuar dhe veten, si nga ana politike, po edhe nga mbështetja që mund të kesh në territor edhe në terren, sepse ne nuk shtrihem vetëm njësinë nr. 2, pra angazhimi im politik duhet të jetë në gjithë qarkun e Tiranës, aty ku mund të kemi lidhjet qoftë edhe shoqërore, qoftë edhe politike. Pra, një pjesë e mirë, pra të 37 kandidatët do luftojnë gjithë Tiranën. Pra, ka kandidat 37, nuk e di tani sa do luftojnë 12 kandidatë që kanë zonat e tyre elektorale, por kjo në gjykimin tim, duke parë dhe shifrat, nuk i plotëson me votat e duhura për të marrë mandatin e deputetit, dhe patjetër që ato do të shkojnë dhe në zonat tjera që nuk janë në jurisdiksionet, si thua, zonës ku ushtrojnë aktivitetet e tyre si deleguar politik, por do shkojnë në gjithë qarkun e Tiranës, Kavaj, Rogozhin, pra unë besoj që jemi të gjithë barabartë në këtë, edhe ato që kanë eksperiencë, por edhe ato që janë të rishtas në këto lista, dhe besoj që unë do të ketë një rezultat që do të duket nga fundi, por nuk besoj që do të ketë shumë diferencat mëdha ndërmjet gjithë kandidatëve. Pra, mund të heqësh 2-3 kandidatë që mund të kenë, si thua, infrastrukturë, njerëz, lidhje, drejtori dikastere. Nuk është çështje vjetërsie, por është çështje infrastrukture, të cilat do të shkojnë aty në territor për të marrë votën për çdo kandidat. Për shembull, me këtë ti do të thuash që ministrat mund të jenë më të avantazhuar, ata që janë në listën e hapur. Ka një lloj avantazhi, sepse normal struktura sa më e gjerë të jetë, patjetër që ti ke në mënyrë kapilare mund të shtresh më mirë në territore të caktuara, por shikojmë, do t'ja lëm datës 11 maj, por shikojmë rezultatin e fundit. Landi. Unë e njoh Florin prej shumë vitesh dhe më bëhet qef një radhë parë që karriera politike e tij e filluar në nivel më i ulët, merr një ngritje dhe nuk është nga ata që është katapultuar, dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse për opinionin publik thonë ky i riu. Po në fakt ai nuk është i ri, përveç se ka shtuar çik në peshë, domethënë kjo është ajo që mund të shikojë te Flori. Ai ka një karrierë shumë interesante që quhet interesante për të qenë në bazën e partisë, në bazën e Partisë Socialiste. Dhe më vjen mirë që nga baza zgjidhet dikush dhe vendoset në një garë kombëtare, që është një garë për të qenë deputet. Sigurisht që zoti Pullazi ka shumë të vështirë. Flori, mik të kam, vlla të kam, çfarë të kam, marrë parasysh, Landi ka marrë parasysh përderisa ju futa. Se i tham zonjës Felaj përpara teje që je mes peshkaqenëve, ujkonjave etj, por ti e ke akoma më të vështirë. Besoj që do jap një rezultat shumë të mirë. Jo, unë ta uroj këtë, se thash për procesin, unë jam koshient për gjitha. Jemi kontribute shumë në Partinë Socialiste, dhe jo vetëm në parti, por edhe në administrat, në Bashkinë e Tiranës dhe
dhe në po themi në njësinë administrative që ti ke drejtuar dhe drejton Që nuk është njësi e vogël, është njësi për 85.000 banorë. Më e madhja me territor, po 85.000 banorë. Po nuk ka një numër të madh banorësh. 85.000. Po me njësinë 5 për shembull me Njësia 5 në lëvizin vetëm me 2.000 banorë. Tani si kryetar aty ti duhet llogaritësh vetëm votat që ke në njësinë tënde, ti je mirë, por... E bërë sikur njësia 2 është gjitha rozë, njësia 2 ka patur histori të Partisë Demokratike. Në kontributin në vota, Partia Socialiste njësinë 2 merë diku 17.500 vota, dhe pra që nuk është një numër i vogël votash. Po të marrësh rezultatin e 2021-shit, ne kemi kontribuar si njësi një deputet e gjysëm në llogaritë elektorale që bëhen. Prandaj nuk është një njësi pa peshë elektorale. Mendon që ke avantazhe, domethënë. Patjetër që po. Nuk kam i pyetje nëse mundesh. Ti bëj një pyetje. Unë për pyetjet ta dash fjalën. Flori, ti kishe dëshirë në hyrjen. Ti ke përballë, po themi, peshat më të rënda të Partisë Socialiste. Dhe gjithë ata janë deputet dhe janë, për shembull Zoja Felaj ka 5 mandate deputet dhe ajo nuk do që ti ki shtëpi. Sepse karrierë politike ka ditë të tillë. Zoti Gjafaj i tha Sonja Olta Gjaçka, Anila Dena... Ka disa Erion Braçe, Pandeli Majko... Fatmir Gjafaj thamë, në mos gaboj ka dhe tjerë personalitetë. Po këta janë në grupi i deputetëve që janë më shumë mandate. Si do fitosh ti se 6 do dalin aty? Dhe nga këta 6, 4 burra, 4 peshë. Duke parashikuar rezultatet e 2021-shit. Unë po futem në gardë, gjithë këto emra janë njerëz të respektuar, njerëz që kanë kontribuar për politikën shqiptare në gjithë këto vite, kanë dhënë kontributin e tyre, por janë futur garës me idenë për të marrë një rezultat shumë të mirë dhe për të fituar, unë vetë si Flora. Sa vota të duhen ty në Tiranë? Akoma nuk ke një qartësim të ky konfigurim, sepse unë ka përshtypjen që do të ndryshoj totalisht me 2021. Pra në qoftë se ne kemi pasur deputetin maksimal me 15.600 vota, për shembull që ka qenë zoti Gjava, ka përshtypjen që duke futur 37 veta në territor, 37 kandidat, ka përshtypjen që ky numër do të ulet edhe më shumë, patjetër që do të pjesohet dhe besoj që diferencat do të jenë shumë të përafta me njëra tjetrën. Besoj që po pra, sepse ky është kodi zgjedhor që është miratuar dhe unë besoj që unë do ta bëj përpjekjen time, pra nuk do të dorëzohem te kjo histori, megjithëse kam respektin më të madh për gjithë ato emra, por kam përshtypjen që secili në një lloj mënyre do të tregojë edhe veten e tij. Monela Fea, motra jemi tha, po shoq jemi motasimi. Ben. Në fakt mos më duket ka që thjesht se çfarë merr Landi, sepse ka i problem të madh zoti Pollazi që e kemi ndarë. Edhe ju dhe Partia Demokratike, për fatin e keq, ende nuk keni program të shkruar. Zakonisht programet shkruan muaj përpara zgjedhjeve. Dhe ndërsa ministrat dhe njerëzit që kanë qasje, që kanë infrastrukturë, që kanë artikulime afër kryetarit, mund të thonë diçka. Juve përveç njohjes, çfarë do thoni qytetarëve? Sepse ju nuk dini akoma mënyrën se si do veproj zoti Rama. Përveç ne dim tashmë. Fokusi kryesor është pjesa europiane dhe kaq. Unë kam përshtypjen që unë vetë personalisht kam shumë të flas me çdo person, me çdo banor, me çdo votues, jo vetëm njësisë 2, por gjithë Tiranës. Nuk mund të marrë përsipër të flasë për Kavaj, nuk mund të marrë përsipër të flasë për Rogozhinë, megjithëse do shkoj të kërkoj prapë mbështetjen e këtyre banorëve atje në Rogozhinë, por duke parë edhe eksperiencën time administrative këtu, eksperiencën akumuluar në Këshillin Bashkiak, duke qenë dhe aty një profesionist politik, sepse dhe aty kemi mbajtur debate, kemi bërë debate, pra kemi qenë 4 vite në opozitë me Lulzim Bashën, 2 vite bashkë me kryetarin Velia dhe besoj që është një eksperiencë akumuluar dhe vetë qytetarët kanë nevojë për këto formate. Dhe kam përshtypjen që tani ndoshta është momenti që unë t'i përgjigjem me gjithë eksperiencën time këtyre kërkesave që kanë qoftë sepse në fund ditës nuk janë vetëm votues, janë banorë që shfrytëzojnë gjithë resurset e këtij qyteti. Dhe duke qenë një njohës i mirë i tyre, i problematikave që shqetësojnë, sepse vetë mënyra, natyra ime e punës, administrator, njësie, prek shumë fusha. Shëndetësi, arsim, pra ne ndërhyjmë në shumë procese dhe më ka dhënë një armë shumë të fortë dhe besoj që do të jem një zëj fort edhe për të tërhequr edhe votën e qytetarëve, pse jo për të marrë dhe mbështetjen e tyre për të përfaqësuar. Ju vini nga pushteti lokal. Dhe logjika është e drejtë në zgjedhjet e përgjithshme, sado që flitet me piketa të larta,
gjërat shkojnë gati sërish ke pushteti lokal. Qa mund të thua qytetari Tiranës, për shembull, unë që jam i lindur i rritur këtu që s'kemi ujë akoma, që këto janë për pushtetin lokal, që ndotja është e frikshme, që pjesa e betonizimit Tiranës është pa fre dhe mbi të gjitha, zhurma dhe sensi që është Tiranë, kalon gjithë shka. Dhe më thënë, Tirana sot është qyteti pa jetueshëm. Dhe ju jeni një nga njerëzit... Në këtë që është qyteti pa jetueshëm. Parametrat, lutem, janë të frikshëm. Tani, shikojmë Tiranën para 9 viteve, Tiranën para 10 viteve. Me Tiranën e sot, me absolutisht që problematika ka, nuk po themu që është që jemi fush me lule, por të flasësh për Tiranën sot ka ndryshim rrethor. Ka ndryshim në menaxhimin e qytetit, ka menaxhim në të gjitha strukturat e tjera që kontribuojnë për qytetin. Tirana sot ka zhvillime. Tirana sot vizitohet nga miliona turistë. Pra nuk jemi në ato standarde. Patjetër më që ne jemi një proces ndërtimi dhe ky proces ndërtimi do të sjellë edhe pasoret e veta, do të sjellë shqetësime për banorët. Ja këtu po të shkosh 100 metra më larg ndërtohen një objekt i cili sjell shqetësime për banorët. Patjetër unë nuk kuptoj këtë shqetësim. Por a duhet ndërtohet ky objekt? Pra jemi përpara një fakti që gjithë do ta pranojnë në një mënyrë. Patjetër është periudha e tillë e ndërtimit të qytetit që do kohën e vet. Dhe këtë të lutem, po e vëreni që do ketë bojkot njerëzve. Bojkot? Po. Unë nga takimet që kam në territor, po them që nuk do të ketë bojkot. Besoj që do të jemi në rezultatet 2021 për pjesëmarrjen në zgjedhje dhe 2021 nuk ishte një pjesëmarrje e vogël, ka qenë gati 80% e qytetarëve që jetojnë në Tiranë kanë marrë pjesë në zgjedhje. Pra, po të shohësh nga ana statistikore, njerëzit kanë dalur dhe kanë votuar. Po ta krahasosh me zgjedhjet lokale kanë një veçori tjetër, sepse kanë tjetër tematik dhe ka një, si thua, mos angazhim të madh të njerëzve, sepse nuk e vlerësojnë kurse zgjedhjet politike ka përshtypjen që i vlerësojnë të gjithë dhe do të ketë pjesëmarrje. Nuk më bën dyshoj pjesëmarrja. Pastaj debatet politike që do të bëjmë, hajde të diskutojmë, sepse debati politik varet se si do të marrë nga dy liderët e partive, se si do të trajtohet, ose nga të gjithë subjektet politike. Flogër. Dëgjoj, për te konsensusit shumë kolegëve që kam parë në raport me Florin. Konsensus kuptimin që ka qenë një kandidat i gjetur për listën? Po. Pra, jo, dhe një konsensus si një administrator i mirë, nuk është për qok, as për vot, s'ka lidhje fare. Por për Florin ka një lloj dashamirësie të përgjithshme, sepse aq sa ka ndorë një kryetar me një bashkie, që është me hap telefonin, Flori është një call center i vërtet, por nga ana tjetër, nuk jam shumë dakord me atë që thot Landi që Flori ose të ngjashmit e tij janë të disfavorizuar. Unë mendoj se është e kundërt. Të disfavorizuar janë ata deputet, qofshin dhe senator, që duke i qëndruar gjithë kohën punës në parlament, në komisione, punës tyre si deputet aty, janë larguar nga njerëzit. Ose për shkak të manovrave që bën Edi Rama, taktikave elektorale. Ti po flet si Edi Rama tani? Jo, unë po flas. Ka orientim voto? Unë po flas kundërtën e Edi Ramës. Ka orientim voto? Unë po flas kundërtën e Edi Ramës. Jo, ai këtë ka bërë që këta senatorët të provojnë veten pikërisht tani në pleqëri. Jo, unë po them që ti thua që Flori është disfavorizuar se ka përballë këta. Unë po them të kundërtën. Unë mendoj se Flori është i favorizuar. Ka orientim votan, ka struktura, e tha ai, që strukturat janë të tilla, ka drejtues qarku, drejtues zone. Do orientoj, nëse Rama pastaj do i thot drejtuesit politik që çonja 3 vetave këtu janë suprimar doktorit pastaj. Ti mendon se do ta dëgjojmë neve këtë? Tani. Jo, unë mendoj, ja ta mbaroj Flor. Jo, unë mendoj diçka tjetër. Unë mendoj se edhe nga çka mbaj. Nëse Edi Rama dikujt i thot në vesh, ai do bëhet deputet, do bëhet deputet. Më dëgjoj. Unë me ç'po shoh në terren deri tani. Rama në vesh po varet se si e votojnë ose veshi Ramës, veshi njeriu që dëgjon fjalën e Ramës. Orientimi votës në strukturë. Orientimi pa diskutim pra. Unë po shoh tani, e kam me informacion të vet parë që kandidatët të ngjashmit e Florit po punojnë në terren dhe drejtuesit politik nuk po kanë asnjë ndikim përveç se po ju bashkohen në aktivitetet. Çfarë po bën Spiro Pali me kandidatët e vet, Nikolla, Manastirliu, ka aktivitete Flori, shkon atje, ka tjetri, pra unë i shoh të barazlarguar sepse me sa kam kuptuar Rama
e di që po bëri këtë gabim që thua ti, do i haj kusuret vetë. Rama ndaj nuk u fut dhe vetë, ndaj nuk do që votën ta fokusoj të 3 persona. Në qoftë se Rama do të fokusoj 100.000 vota të 3 njerëz, që pastaj 5 tjere që 3-4 tjere që do jenë fitues të merren me nga 3.000 vota, është hesap tjetër, por nuk e besoj. Pse është i favorizuar Flori? Është detyruar për shkak të punës, për shembull X, Y senator, të jetë i distancuar nga terreni. Ose njëherë Pandi është në njësinë 5, njëherë është në Kukës, pastaj vjen në Tiranë sërish. A është tha zonja Felar, pra ishte në Fier, pa pritur mëra vesh ta udhëton në Tiranë. Tani ky është favori Florit. Flori ka 30 vjet që aderon Partinë Socialiste, kryetar organizate, kryetar partie, kryetar njësie, me njerëzit aty, mëngjes drek dark, duke u zënë, duke u sharë, duke u përqafuar, po është me njerëzit aty. Dhe ka shumë më të lehtë Flori ta marrë votën e socialistit dhe një njeriu pragmatist aty, se sa një deputet që e kanë parë ose e shohin në televizor. Qartë pra. Po, dhe ky është favori, ama disfavori i Florit në këtë histori, dhe unë e kam po pyetje merë për Florin. votën e segmentit që komunikon Flori, pra të banorëve që janë të njësisë bashkiake numër 2, por duke patur parasysh hartën e madhe të shumë kandidatëve në garën e Tiranës dhe qarkun e madh të Tiranës. Që të gjithë kandidatët janë në për zonat saktuara. E thënë këtë, njësia 2 është një peshë madhe. Po Flori nuk është, me sa e pyeta, nuk është kandidat për deputet për zonën 2. Jam të njësia 2. Jam të njësia 2. Tani pyetja që kam unë është kjo për Florin. Flor, si po i menaxhoni ju si Parti Socialiste këtë garën e brendshme në një farë mënyre që keni, sepse jo gjithë deputetët kanë zona dhe deputetët, kandidatët për deputet, futen në për zona. Tani, si po i menaxhon Partia Socialiste këtë riskun e të kthyrit bumerang, që nga një tentative Ramës për të maksimizuar votën, mund të kthehet një luftë brendshme që do shkatërrojë dhe frymën e brendshme, jo më të rrisi vota. Nëse mund thuash gjëra që mund thuhen. Tani, shpjegoj pak dhe Tani këtu jemi për të thënë gjëra që thuhen. Por dhe gjëra që nuk thuhen duhet kenë kurajo të thonë, sepse ata janë deputet Partia Socialiste shquhet nga një solidaritet i madh, bashkëpunimi edhe ndërmjet gjithë kolegëve deputetëve dhe në fund fare kam përshtypjen që është objektivi kryesor dhe kjo intereson Partinë Socialiste, objektivi kryesor është fitoria e zgjedhjeve. Ndërsa po të vim pasaj zbresim nga makro dhe të shkojmë në territor, të gjithë deputetët që flasim që janë në listën e hapur, janë drejtues politik, por janë në listën e hapur. Pra, duhet kuptojmë se sa vota mund përthithi një strukturë partie e caktuar, sa kontribon, sepse jo të gjitha votat i menaxhon struktura e partisë. Pra, ka një pjesë votave që është fryma dhe ka një pjesë vota që është menaxhimi struktural. Pastaj ndërthuren të gjithë këto interesa dhe japin një rezultat. Tani, po ti marrësh njësi për njësi, shikosh, ka një njësi, ka një drejtues politik që është në listë mbyllur, po ka një drejtues politik që është në listë hapur. Kjo strukturë partie mundohet që të furnizoj me vota ose të jap votën një drejtuesi politik që është në listën e hapur. Po nuk ndodh kështu. Në territor kemi një copëzim të votës në bazë interesave, në bazë të gjithë lidhjeve familjare, të gjitha këto historitë e tjera, dhe kjo votë, jo totali votës, pra në po të marrë një shembull, në njësinë 2, 17.500 vota që prodhoi Partia Socialiste, kandidati kryesor në 2021 mori 1.600 vota. Pra, kandidati që ishte tjetër histori 2021, sepse duhet kaloj një prag zgjedhor dhe duhet kishe shumë struktura. Por nuk ishte kaq i fortë sensi i votës për partinë. Për pragun zgjedhor, ti tani nuk e ke këtë. Për kandidatët se duhej vota për partinë 2021, shpjegojmë nga ana teknike gjën, pastaj të flasim për pjesën politike. Është e drejtë kjo që thotë Flogerti që të gjithë kandidatët do të shkojnë tek zonat e njëri tjetrit në një lloj mënyre, sepse do gjen ato lidhet e veta dhe patjetër më që do. Por nuk ka një prerje me thik dhe thua që jo, ti do rish vetëm tek njësia 2, ky do të rikë njësia 3 dhe tjerët me radhë. Të gjithë këto tani do përbëjnë atë që do futen këto vota të shkojnë ke shporta e madhe. Dhe shporta e madhe është Partia Socialiste. Pra, objektivi kryesor dhe gjykimi tim, fushata do të shkojnë këtë frymë, forcimin e votës Partisë Socialiste. Pra, ruajtja e avantazhit, marrja e votës 2021-shit, pse jo dhe marrja e rezultatit edhe më të lartë se 2021-shit, sepse duhet kujtojmë që tani ne kemi edhe një tjetër gjë që është diaspora. Diaspora është një aset shumë i madh votash për të dy subjektet, por Partia Socialiste që unë e ndjek,
pra kam ndjek procesin, kam qenë vetë pjesë e procesit në Itali, në Greqi dhe kam dhënë kontributin tim për atë pjesë dhe them që diaspora, Partia Socialiste do të arrijë të përcjellë më mirë votën e diasporës me mbështetje më të madhe që ka dhe ky është besoj që është kështu siç them dhe besoj që të japë një kontribut tjetër se pra po të masim votën e 2021 220.000 vota që kishte Partia Socialiste, besoj dhe 30.000 vota nga 50.000 regjistrime që janë bërë total për qarkun e Tiranës. 55.000, po. Dhe është një kontribut goxha i madh e cili mund të ndikojë drejt për drejt në rezultatin e listës. Para se të t'jap fjalën Çipës dhe pastaj Bernandonit, dua të pyes drejt për drejt ti si kandidat për deputet që hyn për herë të parë në këtë lloj gare të një niveli të tillë politik. Kush do ta mbush shportën tënde elektorale përveç atyre që të mbështesin njësinë bashkiake numër 2 strukturave lokale të Partisë Socialiste? Cilat janë fashat e tjera shoqërore me cilat ti komunikon? Diasporën e kuptuam sapo e the që ti mendon që do të ketë një rezultat pozitiv, sepse duke qenë dhe kryetari i minibashkisë numër 2, ti e di më mirë se kushdo gjendjen civile kë kanë në emigracion dhe kë nuk kanë emigracion. Është një plus ky. Kjo është listë bëhet nga KQZ-ja. Jo, nuk flas për mënyrën se si regjistrohen. Po duhet të them që ke edhe disa favore të tjera. Po patjetër ne kemi lidhjet tona dhe shoqërore, kemi lidhjet tona. Pra kush do të votojë ty? Kemi fasha ndryshme. Kemi fasha të ndryshme për lidhjet e mia, jo vetëm personale, por punës, të kolegë të mi që mund të japin kontributin e tyre, antarë Partisë Socialiste që do japin kontributin e tyre. Pra është shumë e gjerë dhe nuk mund të veshë të thua që kjo është fash që do më përgjigjet mua, sepse fushata nuk është në këtë lloj, nuk bëhet në këtë lloj prizme, sepse nuk lejon vetë mënyra e konfigurimit zonave që janë, sepse nuk po flasim që do t'i përgjigjem pensionista, apo do t'i përgjigjem shtresë. Po synon ti në shtresat në komunikimin tënd të përditshëm. Ne synojmë çdo votë të mundshme që do të arrit të marrë në emrin tim personal në listën e hapur për Partisë Socialiste. Bernandone. Po, ka një fat, zoti Bullazi, ka një konsumim shumë të madh të senatorëve të Partisë Socialiste. Për post tjerave, për zonjën Xhaçka dhe tjerë ka probleme me ligjin. Mua më duket guxim nga zoti Rama dhe që ka përfshirë në lista. Në mendimin tim nuk duhet futur fare në lista. Dhe ky është fati i zotit Bullazi dhe tjerëve, para sepse njeh terrenin, dhe dyta është figurë pa konsumuar. Dhe mbi gjitha, zoti Bullazi dhe zoti Seferi që janë në të njëjtën zonë, janë njerëz që, siç e thatë ju pak më përpara, njohin terrenin. Pyetja është e mirë që thatë për stratigrafin, domethënë fashat e ndryshme, sepse normalisht kjo është logjik që duhet i vlej zotit Bullazi. Nuk mund t'i drejtohesh gjithëve. Është ndryshe narracioni për shkak që bën për pensionistët, ndryshe për shkak mund të kesh një komunitet të madh zëm të ish oficerëve ose zëm të ish punëtorëve të një ndërmarrje. Ndryshon narracione dhe ky është fati besoj zotit Bullazi, por ka diçka që unë besoj që zoti Bullazi s'ka për ta pranuar asnjëherë. Fytyra e vërtetë e Partisë Socialiste do duket në ditët e fundit para zgjedhore. Është momenti kur gjithë din pak a shumë si janë projekcionet. Zoti Bullazi e di me nuhatje sepse është në terren. Zoti Seferi pashu e di se është në terren. Kurse senatorët janë aristokracia e Partisë Socialiste, ata janë mësuar vetëm të marrin. Një sfond historik më të gjerë në raport me të rinj, sigurisht. Do të them diçka. Në një nga kongreset e fundit më ka bërë përshtypje ajo që tha Ulci Manja, gati bëri një lapsus freudian dhe tha që në terren tha neve në qofë se nuk është zoti Rama, neve e kemi pak vështirë e këshu. Dhe hol dikush që tha jo, po mos jetë zoti Rama ne nuk marrim. Dhe ndroj pëstaj, me njerë. Sensi është ky identifikimi me zotin Rama, është një pengesë shumë e madhe për senatorët, sepse një pjesë identifikohen me atë. Po pa tash është kryetari i partisë, kështu është edhe në kampin tjetër, nuk më duket të... Atje është më keq. Më keq sepse ke nevojë... Ta fitoj. Ti ke nevojë për zëra, ke nevojë për normalitet. Ke nevojë mbi gjitha edhe për dhënien e disa ideve të reja. Kuptohet, këtu ke drejt që gjithçka do artikulohet nga Rama dhe Berisha,
por njerëzit kanë nevojë për fytyra të reja, dhe kjo është zgjidhja e mirë e Ramës. Por handikapi i madh që neve duhet i kritikojmë shumë është e pamundur sot, gati 1 muaj e gjysmë para zgjedhjeve, që ne nuk kemi programet e partive. Socialistët e shpallin nesër dhe respektojnë kodin zgjedhor që e kanë... është shumë vonë. Mund të jetë vonë ose jo, po ai mos respekton faktin që nis fushatën elektorale me 11 prill. Ti përgatit një draft për ta shpallur e shpallat e ditë. Sepse njerëzit nuk mund të kritikojnë pas pa një dokument. Është e pamundur. Për shembull, doqja atë që thoshte zoti Berisha për arsimin, dhe kishte kalime pindarike, ashtu siç kishte gjëra logjike, kalonte në gjëra pastaj të nonsensit. Për shembull, ke pjesa deri të kërcënimit ka arsimtare, që tregonte që fushata që mund vijë e Partisë Demokratike mund të jetë e vështirë për një pjesë të atyre. Kjo është bësh autogol pa filluar ndeshja, që është paradoksi i madh. Do të kemi kohë gjatë 4 javëve të fushatës elektorale të shikojmë tezat që kanë partitë politike në programet e tyre. Është dhe kjo, më fal, Çipa. Këtë ne duhet ta ngrem me të forcë. Dhe më vjen keq, ne nuk do marrim përgjigje asnjëherë nga mëtuesit për në parlament. Është e pamundur që ti mos i kesh përballë kandidatët kryesor, ose drejtuesit e qarshëm, ose zotin Berisha me zotin Rama. Nuk është. Nuk e di nëse do të ketë një debat. Zoti Berisha e ftoi sot zotin Rama për të qenë në debat, por nuk e di nëse do të ndodhë kjo gjë. Çipa, të kërkoj ndjesë për pritjen e gjatë. Unë ndaj mendimi që rasti i zotit Pullazi është rasti që edhe në ligjërimin politik shumica në qeverisje nuk e ka konsumuar. Në qoftë se ka një stigmë sot për Bashkinë e Tiranës, njësitë substanciale të Bashkisë së Tiranës, ku përfshihet edhe njësia 2, në fakt duket dhe realisht kanë mbetur jashtë kësaj stigme, pra jashtë etiketimit për abuzivizmin e tjere tjere. Dhe në socialistët do duhet ta luanin këtë kartë, sepse njësitë e Bashkisë së Tiranës janë bashki të barabarta me disa nga bashkitë kryesore të Shqipërisë. Nëse zoti Pullazi thotë që kam 82.000 votus, 85.000 votus, tu kemi të bëjmë me një qytet më i madh se Safiri. Jo, më fal, është sa qarku i Dibrës. Pikërisht. Sa qark, sa 5 bashkiba, 4 bashkiba. Dhe kjo një gjë, dhe unë këtu lexoj atë që me të drejtë kolegët e konstatuan. Lexoj suksesin e këtyre përfaqësuesve që deri tani kanë mbetur në nivelin e dytë të përfaqësimit publik, por janë në metropol të vendit dhe nuk janë në zona, le të themi, periferike, dhe politikisht janë të pajisur me teknikalitetin e komunikimit dhe negocimit të votës. Kur them të votës, sepse e njohin individin, qytetarin, votuesin. Dhe prandaj nëse vutre, nëse do të marrësh guvernatorët e partisë, janë me një nervozizëm, ndërsa rishtarët në kandidimin për deputet janë pak më olimpik në qetësinë. Se s'kanë çahumbin mbase se nuk e dim, s'kanë hyrë akoma në votu mbasin, se kanë probleme. Edhe se njohin fare. E dyta si konstatim, po kjo është një lexim që duhet ta bëjmë. Patjetër. Ndaj të njëjtën pikpamje me zotin Andoni kur thotë që momenti krucial i, le të themi, i lëvizjes sizmike të brendshme tek shumica qeverise do shfaqet në momentin kur rritet tensioni elektoral dhe vim para atij momentit përcaktueshmërisë që në një lloj pikpamje dhe përfaqësuesit me një karrierë të gjatë që mund t'i quash politikan karriere, se zoti Pullazi nuk është ende politikan karriere dhe nuk e ka këtë, por pjesa tjetër që shikon se u mbet statusin ka një problem serioz. Dhe ne dim shumë mirë kur lindin skizmat, lindin kur prishen statuset, pra pozicionet, status quo e individu, aq më tepër atyre që kanë karrierë më shumë se 3 dekada në politikë. Por kjo tek PS-ja në rastin konkret duket sikur është kuruar. Ka një alternim midis pjesës të veteranëve në thonjza dhe pjesës së rishtarëve. Dhe ajo që më bën përshtypje dhe shikoj që të paktën edhe nga tereni elektoral, dhe këtë nuk e shoh vetëm në Tiranë. Po Tirana ne kemi në fokus sepse është pjesa më potenciale dhe më përcaktuese e fatit të zgjedhor në Shqipëri, është që pjesëmarrjen edhe unë e lexoj që do të jetë më lart se 2021-shi. Për 2 arsye.
E para është ajo që, me tha me të drejtë kandidati, por e dyta është që, shikon, në nivel kombëtar ne kemi 240.000, 250.000 vota që shtojnë nga emigrantët, që de facto është një përqindje shumë e konsiderueshme. Dhe që de facto e ka qyshtanit të ndryshuar në nivelin e përqindjes së pjesëmarrjes në votime. Dhe si ku refuzim të kemi, shto dhe faktin tjetër që ne duhet ta lexojmë. Opozita është me strukturuar, ka mbyllur ai stagnacioni i krizës së brendshme, është me formalizuar në të gjitha aspektet. E si aspekti opozitar me i plotësuar e tjerë, kemi koalicione opozitare që s'kanë qenë parti, por koalicione pavarësisht nga pesha specifike. Pra, në një lloj pikpamje premisat për të qenë përqindje e pjesëmarrjes në votime më lartë janë të plota, janë të besueshme. Sepse fakti që ka më shumë aktor politik dhe për ta zgjuar këtë vetëm një pyetje kam për zotin Thullazi. Mund të lind një kooperim, mendoj unë, po e lexoj tash nga në pikpamje metodologjike, se ju jeni vetmi ish drejtuesi i njësisë që kandidoni apo ka dhe të tjerë? I vetëm. Ky është një avantazh. Sepse është ai networku me kolegët dhe me influentët e tjerë që i favorizon ta administrator. Se janë administrator, duam s'duam ne, dhe kjo është arsye. Ka zgjidhur hallat e njerëzve. Po pikërisht pra. Ne dim, ta njohin atë real politikën në miniaturë. Telefonin të paktën çdo ditë sa flogerti. Dhe kjo është arsye që unë mendoj që mund të jetë dhe një xhelozi nga kandidatët e tjerë. Që xhelozia në raste të tilla, se ky është një avantazh, ne gjithkush e pranon, edhe kundërshtari. Këtë gjë e kanë edhe kandidatë që dikur kanë qenë në homolog tuaj nga pala e opozitës? Jo, nuk kam vënë në re kandidat, nuk kam parë kandidat nga pala e opozitës që tjenë në këto profile dhe tjenë të formate. E kanë listë të mbyllur opozita kandidatin për kryetar bashkie. Diçka tjetër që të rikthejmë atij debatit, po të shikosh listën e PS-s në gjithë të vendin, 20 deputet të rinj, të frim fare, që nuk kanë qenë asnjëherë, nuk e marrën ndoshta edhe me politikë. 20 kandidatë. Ja 20 kandidatë sot në listat e mbyllura. Pra 10 kandidat ka nga Partia Demokratike, pra është një diferencë e madhe, pra Partia Demokratike me listën që ka krijuar, pra po të marrim listën e Qeku Tiranës. Unë kam thënë rikthim nga e kaluara. Kush janë emrat? Josefina Topalli, kryetarët e partive opozitare, 2 nga Partia Lirisë, guvernatorët e partisë, normal, edhe ju i kështu qasje, nuk ka një hapje, ndërsa po të shikosh listën e Partisë Socialiste, ka një hapje shumë të madhe, ka shi njerëzve të rinj, ka deputet që kanë qenë më përpara dhe nuk janë më në këto lista, nuk janë përfshirë në këto lista, pra ka një alternim ndërmjet atyre me eksperiencë dhe prureve të reja, me energji, me kushte tjera, se përmendet për shembull tek Partia është më avantazhuar lista e Partisë Socialiste, është më avantazhuar se lista e Partisë. Ka një fond më fal vetëm një ndërhyrje, ka një kontekst tjetër Partia Demokratike, sepse zonja Topalli bëri një pauzë të gjatë. Mora rastin e saj, por nuk është vetëm ajo, janë 3-4 figurat të partisë. Bëri një pauzë të gjatë që u ekskludua, ose pauza 4 vjeçare ka bërë që. Dhe bëri një pauzë e cila është sekondë dhe rikthimi mund të lexohet edhe ndryshe. Që rikthehen potentët e partisë, sepse u përjashtuan nga koha e krizës, nga refuzimi që i bën zotit Basha në kryesimin e PD. Politikisht ka një modus tjetër ajo që mund të motivohet. Shikojmë që do motivoj, sa do motivoj. Edhe pse kishte një parti që bënte fushat kundër Partisë Demokratike. Ne po them që handikapet e në pozicion tjetër. Tani atë e përjashtuar, çfarë do bënte? Do lande në të shtëpi. Ka një problem kur marrim zonën Topalli. Kur vjen në pozicione të tilla dhe kur ke mbajtur këtë pozicion ndaj Partisë Demokratike që handikapi i Partisë Demokratike vijon në mendimin tim, nuk është se sjell gjë të re publikut. Kurse ju ka një problem shumë të madh, ju e quani seriosi. Po kur shikon për shembull zërat e njerëzve të Partisë Socialiste në parlament, ishin shkënjyes. Pse? Problemet e vendit janë shumë të mëdha. Konsumi i Partisë Socialiste është shumë i madh. Dhe kur nuk e ngrinin zërin disa individ përveç zotit Braçe, ndonjëherë zotit Majko, tjetër zotit Gjafa, llogariteni se çfarë mund të bëjnë këta të rinj. Në shumë
ligjërime publike që kemi dëgjuar të atyre, jo vetëm lëmë për të dëshiruar, por problemi më i madh është që ata identifikohen thjesht me zërin e Ramës. Dhe kjo është pjesa që po na vjen një parlament dhe një legjislatur, kontributi juaj, më i keq se dy të tjerat, apo jo, sepse avantazhi duket i Partisë Socialiste. Besoj që nuk Ky është shqetësim shumë i madh. Nuk duhet i paragjykojmë dhe të themi që do të jetë një tesori. Patjetër me që zoti Rama është kryetari i Partisë Socialiste dhe ka atë peshën e vet specifike, ndoshta edhe në diskursin politik të secilit nga ne, ndoshta ka atë peshën e vet, patjetër që po është kryetari i Partisë Socialiste, o bë sa mandate që është kryetari i Partisë Socialiste. Ka përshtypjen që Pas zgjedhje. Po pra pas zgjedhjeve, se pas zgjedhjeve do të aty është historia. Jo, pas zgjedhje, pas zgjedhje. Pas zgjedhje. Pas zgjedhje. Ne konfirmuar me fitore. Ai është 6 herë fitues i zgjedhjeve. Pra 6 herë fitues i zgjedhjeve, edhe në statutën e Partisë Socialiste ne kemi përfshirë momentin kur fiton zgjedhjet e vazhdon mandatin. Zoti Pullazi, po të funksiononte statuti i Partisë Demokratike, ata nuk ndahesh. Po të funksiononte statuti i Partisë. Çka ka funksionuar përse 6 fitore rresht. Është 6 fitore rresht, por është e pamundur që zoti Rama të ketë një kandidaturë përballë. Larg qoftë zoti Rama mund të marrë zëm, se nuk po marr rastet e këqija, mos bëjmë si Kassandra, mund marrë një ofertë shumë të mirë si atëre që fliste ato gjërat alucinante që mund bëhesh kryetari i NATO-s. Cili do jetë pasuesi i zotit Rama? Kjo është pjesë e forumet, pasaj kjo është procese që do ndodhen brenda Partisë Socialiste. Shumë foshë dhe ke Partia Demokratike, forumet dhe... Prap amendsojmë se çfarë do ndodhi. Unë po them, kjo është pjesë e proceseve. Mund të ketë personalitete, personazhe ndryshme që mund të marrin iniciativa dhe varëse do të marrin mbështetjen politike brenda strukturave të partisë. Kjo është vetëm se ka gjë ben. Unë jam dakord që këta janë parti rresht. E thotë Rama dhe e ndjek. Jo, po t'jap, jam mendoj si ty. Vetëm se ka një ndryshim. A është më mirë një deputet i palidhur me komunitetin që del në parlament ose nuk del fare në rastin më të keq, ose del në parlament dhe përsërit Ramën? Apo është më mirë, se po flasin ndër të qiet më të vogla tani, një deputet i cili del dhe flet në makro si Rama në parlament, por kur shkon të shtëpia, i kërkojnë llogari gjithë lagja dhe detyrohet ja zgjidh hallët. Në këtë aspekt, them që do jetë një parlament ndoshta më i mirë, duke pas njerëz komunitetit. Demokracia ka ligje. Pra të bie dakord, nuk diskutohet. Zoti Rama të paktën dhe në mënyrë fiktive duhet i bënte zgjedhjen, sepse si është demokracia. Ne nuk është po nuk është ky momenti për të bërë diskutim për se ju lutem, nuk është ky diskutim për zotin Rama individualisht. Argumenti i zotit Pullazi qëndron, është politikisht korrekt, ka fituar 6 palë zgjedhje, thotë do vazhdoj të jetë kryetari i partisë sepse kështu vendos anëtarësia e asaj partie. Jemi në tjetër situatë, jemi në prag të zgjedhjeve parlamentare të këtij viti. Zoti Pullazi, me kë komunikoni, me flas për strukturat më të larta të Partisë Socialiste, për hallet e përditshme ose gjërat e papritura që ju ndodhin në fushat, me zonjën Spiropali, me zonjën Manastirliu, dua të kuptoj janë organizative, apo komunikoni edhe me zotin Rama si kryetari i partisë? Anë organizative, si drejtuese politike e Tiranës, bashki, është zonja Gerta Manastirliu. Jo, nuk dua, këtë e kam shumë qartë, se jam gazetari të reni. Po ajo është personi që ne komunikojmë. Me kë komunikoni ju? Keni të papritur në fushat? Është personi që ne komunikojmë si drejtuese politike. Pastaj ne kemi edhe drejtues politik tjerë në zonë që flasim, diskutojmë, grem shqetësime. Pra sa veta janë që po e mbajnë në kurriz peshën politike të Tiranës? Të jemi sinqert, unë pjesën më të madhe problematika mundohem të zgjidh aty vetë me ato lidhjet, mundësitë edhe me gjithë organizimin që kemi aty në territor, por pjesën më të madhe të komunikimit e kemi me zonjën Gerta Manastirliu, e cila është drejtuese politike e Tiranës. Për qytetin e Tiranës. Po, patjetër. Por nga mënyra që ti e njeh organizimin e Partisë Socialiste, në çdo rast fitore apo humbje, apo një rezultat jo ai që pritej, kush e mban përgjegjësinë në logjikën tënde politike në Partinë Socialiste për rezultatin e Tiranës? Fillimisht. Ku do të ndahet përgjegjësia? Mes drejtuesve politike apo dhe juve që keni qenë kandidat? Patjetër, të secili ka përgjegjësinë e tij. Pra, një drejtues politik në një zonë të caktuar, pastaj duke shkuar më lart, pastaj po ajo është përgjegjësi pastaj e gjithë drejtuesve, sepse nëse ne të marrim një rezultat që nuk do ta marrim, sepse Partia Socialiste është mobilizuar territor dhe ka
infrastrukturën e vetë elektorale, po patjetër gjithë nuk përjashtohen nga përgjegjësia, por edhe nuk përjashtohen nga fitoria. Landi. Unë kësha një pyetje, Florian. Sa u mungon Erion Velie, se drejtues i qarkut ishte Erion Velie, dhe ti je një nga bashkëpunëtorët më të afërt të tij. Patjetër. Dhe sa mungon ti në terren, sa e shikon që fakti që zoti Velie është në qeli, është i burgosur, sa ndikon kjo në jo thjesht në antarësinë e Partisë Socialiste, por më gjerë, sepse e tha dhe zonja Felaj që ishte para 100.000 është e sigurt që është antarësia e Partisë Socialiste. Por vota, po pra, gjithë Shqipërinë, po vota që i jep dhe përcakton fitoren apo humbjen është pjesa tjetër. Pa e përjashtuar situatën që zoti Velia ishte një motor elektoral i fuqishëm për strukturën e Partisë Socialiste të Tiranës, kjo nuk mohohet. Që kemi një kryetar bashkie që akoma është pa akuzë i burgosur, kjo është dhe një histori. Por ditë them këtë që ka një mobilizim të gjithë strukturës Partisë Socialiste, përsa i përket dhe fokusi tani është çështja e fushatës. Pra çfarë janë çështjet drejtësisë, janë çështjet drejtësisë, dhe drejtësia bëj punën e saj. Pra kjo është tekstuar që ndikon jo pak ajo. Por ditë them këtë që ndoshta ato do ta shikojmë pas 11 majit. Ndikimin. Po më tani unë di të them që tani nuk e shikon dot sepse gjithë struktura e Partisë Socialiste është në territor. Pra, kryeministri, njeriu që kishte kaq vite Florian, që drejtonte Tiranën në aspektin politik. Të them atë që më pyete, dhe po të them që nga ana strukturale e gjithë organizata Partisë Socialiste e Tiranës, nëse do flasim për Bashkinë Tiranë, është e gjitha në territor. Këtë ditë ta them me kompetencë plot. Se nga bashkia janë larguar jo pak njerëz, edhe ata ishin pjesë të strukturave politike. Largohen për ditë, vinë njerëz të rinj për ditë, por ditë them këtë që janë larguar njerëz për çështjet administrative të bashkisë. Unë po flas për çështjet organizative të partisë dhe strukturat që janë territor, dhe ditë them që strukturat janë në territor. Pra ne jemi fokusuar të gjithë fushata për të marrë rezultatin që duhet marrim, sepse kemi objektivat tonë elektoral që ne duhet i marrim. Po patjetër më kemi sa mandate domos. Besoj që tani të flasësh për mandate flokërt është por besoj që rezultati do të jetë 19-20 mandate për Tiranën. Pra objektivi jonë elektoral aktual është 19 mandate deri 20 mandate për Tiranën. Nga 18 më shumë se sa viti 2020. Nga 18 që kanë qenë në vitin 2021. Nëse merrni 20, 8 nga këta i bie 2 ose 3 zonja dhe 6 zotrin, burra. Pra, duhet parë pjesëmarrja, gjitha këto dhe kalkulimi elektoral, besoj unë që është diku në këto rezultate. Kalkulimi që bën Partia Socialiste, pra, struktura e Partisë Socialiste për Tiranën. Duhet të pyesja diçka. Ka një vështirësi në këtë diaspora për sa i përket votimit, procesit votimit. I keni asistuar pjesën që ju mendoni që do i keni rezervuarin tuaj? Tani, procesi diasporës, i cili ka filluar para disa muajsh dhe është u mbyll me datën 4 mars, ka pas ato problematikat e veta, mënyrën e regjistrimit personave, procesin e votimit. Fillimi ishte i vështirë, por me kalimin e kohës, ai proces u azhurnua dhe të gjithë janë regjistruar, pra ato që kanë pasur vullnete për të regjistruar dhe kanë pasur edhe një dokumentacion për të regjistruar, sepse jo të gjithë që i ka munguar rezidenca, ka pas problematika të ndryshme, nuk kanë arritur të regjistrohet. Pra numri i diasporës, pra numri i emigrantëve është më i lartë se atyre që janë regjistruar. Por ato që janë regjistruar dhe patjetër që çdo subjekt politik, nuk flas vetëm për Partinë Socialiste, por edhe Partia Demokratike, ka bërë punën e saj me elemente vetë që kanë nëpër shtrirën e diasporë. Dhe ka përshtypjen që ai nuk sjell problem. Unë meraku im i vetëm është momenti kur do dërgohen zarfat nga, pra, kjo do të përbëhet dhe kjo është akoma një gjë që akoma nuk e kemi parë, sepse mënyra se si do të dërgohet, pra personi pritësi do ta marrin dorë atë zarf. Një problem tjetër teknik që është ne kemi diskutuar këtu dhe kemi debatuar shumë herë për votimin kolektiv, pra mënyra se sa do të ketë konfidencialitet, sa do të respektohet, pra, nëse kjo familje që do të marri 5 zarfa, pra këto janë gjëra teknike që duhet diskutuar, pra si do shkojë kjo votë.
Pra të shqetëson nëse do të ketë votim familjar në diasporë. Mua shqetëson kjo lloj mënyre, sepse por kjo nuk ke një rrugë të dytë. Nuk ke një rrugë të dytë, pra kjo është një shqetësim gjykimit tim që pra ne kemi bërë një luftë madhe që të eliminojmë atë votimin familjar, kur flitet diskutohej mbi 15-16 vite përpara, pra fushatat e kaluara dhe prapë ne sot i kthehemi një procesi që pra momenti kur do të shkojë zarfi, mënyra e risjelljes zarfit prapë se brenda këtij zarfi janë 3 zarfa të tjerë bashkë me fletën e votimit, pra mund të dëmtohet dhe do sjellë ato. Nuk e di se sa do të jetë përqindja e dëmtimeve dhe atyre që do të vinë në Shqipëri. Dhe ta shikojmë nga procesi. Qipa, profili i kandidatëve do ta dominojë këtë fushat apo profilet e 2 kryetarëve të partive të mëdha apo të kryetarëve të partive të reja, koalicioneve të reja? Si e shikon deri në datën 11 maj? Do duhej që të ishin profili i kandidatëve në epicentër, por nuk do të jetë. Fakti që nesër Partia Socialiste shpall programin, fakti që kryetari i opozitës i ka dorashkën për një debat publik, është e qartazi që do të kemi një protagonizëm i cili lidhet kryesisht edhe me profilet e larta të udhëheqësisë partijake midis 2 kahve. Jemi para atij momenti që shpesh e themi, meqense ne kemi përcjell, le të themi, një cikël të gjatë kohor të fushatave në Shqipëri. Kur ndisen motorët e 2 kampeve më të rëndësishme, fillon që reduktohet pluralizmi elektoral në imazhin mediatik edhe natyrisht ka një përjashtim, sepse tani ekzistojnë mjetet komunikimit matan establishmenteve dhe edhe partitë e vogla po i shfrytëzojnë rrjetet sociale, por ne këtë gjë me sa duket do ta kemi. Me të drejtë, një pjesë e mirë e jona shikon një qasje e cila devion atë që quhet substancën e realizmit për gjërat më eminente që ka nevojë shoqëria. Pra, nëse me të drejtë kolegu Antoni Vreti ka përcime të pindarike në programin e parashtruar deri tani nga Partia Demokratike. Nga ana tjetër ne me një kovones partia që qeveris po paraqet atë programin e vet, do të na duhet kohë që ne ta gjykojmë substancën e këtij dhe të shohim diferencat me mandatin që mbyll dhe me mandatin që pretendon që të marrë. Madje duke evituar edhe ato nonsenset që janë konstatuar në pikpamjen e kalendarit kohor, sepse premton Shqipërinë e 2030-s kur mandati është për 2029. Pra edhe shumë gjëra tjera. Mos ka menduar në një palë zgjedhje parakoshme, ndërmjet këtyre 5 viteve. Parakoshme shkurtohet mandati, por nuk është se kapet. Kështu që nuk e kap. Kjo janë 2 gjëra që, por në rastin konkret, deri në momentin që po flasim, fushata ka evidentuar 2 kategori. Kategorinë e rishtarëve që janë politikanë të rinj dhe që këtu pasaj ha diskutim dhe rikthehemi tek ajo që me drejtë tha kolegu Andoni, tha që mirë, po cili janë kriteret, meritokracia, demokracia zgjedhore, përfaqësia e tjerë, dhe pjesa tjetër tek Partia Demokratike që ka pasur konjunkturë dhe situacion tjetër në procesin e zgjedhjes së përfaqësuesve për konkurimin e 11 majit. Logert, kandidatët, kryetarët e partive, koalicionet apo rrethanat e rastësishme do dominojnë këtë fushat? Se jam në 3 minutat e fundit. Ajo që thot Sandri pa diskutim që është tërësisht logjike, por ka dhe i qasje tjetër, ka dhe i kënd tjetër. Ajo që bën Rama dhe Berisha është karikimi i masave të partisë, le të themi. Ndërsa puna e vërtet që do ndikojë jashtë mase këto zgjedhje, do jetë si çdo zgjedhje në fakt, po aq më tepër këto zgjedhje me këtë konfigurim listash dhe përmbysje që ka bërë Partia Socialiste, ndikojnë kandidatët. Pra, sa do e shkelin terrenin, sa këpucë forta do ketë secili prej tyre për të shkel çdo cep njësisë, çdo familje. Sa të besueshëm dhe kredibël janë ata, sa ju a ka qarë hallin mos ju a pas zgjidhur Flori njësisë vetë dhe florat e tjerë Shqipërisë. Pra nuk mund ta shmangim patjetër, më kryetari është agenda publike, politike, mediatike. Dhe debati i madh që karikohen turmat dhe thonë, ok, Samiria bëri Rama doktorit apo janë sjellta. Po ama në finale, motorri i vërtet, lokomotiva janë këta. Në qoftë se këta do flenë gjumë nga fjalimet e Ramës, se cili është problemi i senatorëve, fjala vjen, i disave. Unë e kam parë në televizor X-in, sa e mund. Por do shkoj te Flori se këtë dhe e takoj, ky më hap dhe telefonin, a X-i atje nuk ekziston. Ka dhe kështu edhe që thonë që
Pritore se ka emri Fatmir Xhafa këre, do t'ja këti unë. Jo një të panjohur ose dhe i profilit unë. Po që po themi ne, nuk preashtë njëra tjetër. Pra dikush shkon të individi, dikush shkon të emri. Mund të kundërpërgjihen disa tjetër, po çka në dorë deputeti? Dakor, po ka 1 milion. Dhe ka dhe i gjë. Ka dhe i gjë që kam përshtypjen se... Se ka ministra aty në listë? Na mungon vetëm një element, që është, nuk e thamë, edhe është fatkesi, edhe është problemi ynë pastaj, programi. Të që... Qartë, për programin kemi kohë të flasim. E tha, pse ko bëni pak më herët, të lutem Ben, me Landin do ta mbyll për shkak sepse pikpamjet e tua gjerësisht i pasqyrova pak më herët. Fushatën kush do ta dominoj? Jam në 1 minutë të fundit të emisionit. Fushatën do ta dominojnë 2 liderët kryesorë të partive, zoti Rama dhe zoti Berisha, si drejtuesit dhe e kemi thënë dhe herë të tjera në emisionin tënd, janë ata one man show të 2 partive dhe partitë e tjera janë pothuajse kopje të 2 liderëve të 2 partive më të mëdha. Unë kështu e parashikoj. Nuk shikon risi? Ben, fjalën e fundit, nuk sheh risi? Jo, nuk shoh risi. Vetëm gjë që doja të shtoja ishte kjo që doja në këtë fushat të vendosesh një premise përbashkët për shifrat. Sepse në qoftë se keni parë me kujdes të 2 palët thonë shifra që janë të pabesueshme. Që do të thotë, në qoftë se neve do vendosim shifra të barabarta që vendi jonë në këtë moment ka këtë nivel varfërie dhe për GDP në arsim është kaq, ti ku shkon kaq, atëherë do gjykojmë normal, por dyshoj. Do ta shohim mbase kush e di fushata na e sjell këtë surprizë. Të falenderoj shumë. Të uroj suksese. Falenderoj shumë. Do të kemi prapë shansin të jemi gjatë fushatës këtu në studio. I kam uruar suksese të gjithë kandidatëve për një arsye të vetme, ata që kam patur në studio, sepse kush do të fitojë në 11 maj, të paktën me këtë sistem që është, do të thotë që ka marrë më shumë vota, do të jetë më përfaqësues në sallën e parlamentit. Kështu që mbase është rasti juaj, zoti Pullazi. Falenderoj komentatorët, analistët, gazetarët që i kisha këtu në studio. Ky emision rikthehet javën e ardhshme. Do të kemi profile shumë interesante të kandidatëve gjatë javës së ardhshme në emisionin Ngjarja Kryesore, si gjithmonë qëndroni me Radio Televizionin Shqiptar, pas pak me edicionin e lajmeve. Natë të mirë.